Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam Shemsia Ajdari, mësuese e klasës 5, pra shkollës fillore 7 Marsi, fshati Çollëpek, komune e Bravanicës Tetor. Sot, në lëndën e arsimit muzikor, në temë krijimtari e muzikës popullore, kemi njësinë mësojmore folklori muzikor dhe elementet e tij. Qëllimet. Nxënësi do të njihet me folklorin muzikor dhe elementet e tij. Pra, në fillim të rikujtojmë njohurit nga ora e kaluar. Të shohim folklori, cilët janë të bëjnë pjesë në folklorin si krijimtari popullore. Arkitektura, letërsia, zanatet, artizanatet dhe krijimtaria muzikore. Ne sot do të ndalemi në krijimtari muzikore. Pra, folklori muzikor dhe elementet e tij. Folklori muzikor, pra muzika popullore. Kush bën pjesë në muzikën popullore, në folklorin muzikor popullore? Këngët popullore, vallet popullore, instrumentet popullore. Pra, këto janë 3 pjesëmarrë të muzikës të folklorit muzikor. Këngët, vallet dhe instrumentet popullore. Këngët popullore, instrumentet dhe vallet paraqesin krijimtari popullore muzikore. Ata janë pjesë e folklorit dhe quhen folklor muzikor. Termi folklor muzikor do të thotë krijimtari popullore muzikore. Këngët dhe vallet popullore nga populli shpesh quhen muzikë popullore. Krijuesi popullor ka kënduar, luajtur dhe vallëzuar. Në këtë mënyrë e ka shprehur vuajtjen, gëzimin, dashurinë dhe lirinë. Këngët popullore. Në pjesën e këngëve popullore kemi lloje të ndryshme të këngëve. Këtu kemi paraqitur dy këngë, kryesisht këngë dashurie, Moj dashnore dhe Doli goca në penxhere. Që i kemi të njoftura, do të lexojmë një pjesë, Moj dashnore, të gjikoft Perëndia, si ma çfaqe dashnin të rem, se fjala jote dhe bashkënia e pabes moj paska qenë. Doli goca në penxhere, për me pa se kush po vjen, po na vjen një djalë beqar, zemrën time ma ka marrë, kështu me radhë. Tani do të shohim këngët popullore sipas përmbajtjes. Këngët popullore sipas përmbajtjes mund të janë këngë familjare, këngë dashurie, këngë gazmore, këngë pune, këngë revolucionare, këngë të traditës dhe këngë rritesh. Do të shohim veç për secilën këngët popullore familjare. Në këngët familjare këndohet për jetën në familje dhe raportet në mes pjesëtarëve të familjes. Këtu bëjnë pjesë dhe këngët që këndohen në rrethin familjar. Këngët popullore të dashurisë. Motivet në këngët e dashurisë janë të ndryshme. Më shpesh këndohet për dashurinë në mes vajzës dhe djalit, për takimin e tyre të parë, si dhe për pengesat me të cilat ndeshen në dashuri. Këngët popullore gazmore. Këngët gazmore më shpesh janë kënduar në ndeje. Në to, në mënyrë gazmore përshkruhet ndonjë ngjarje apo person. Këngët popullore revolucionare. Ato i kemi të ndarë në 3 grupe. Këngë kaçakësh, këngë komitësh dhe këngë partizane. Përmbajtja e këngëve revolucionare është e lidhur me luftën e popullit për çlirimin dhe okupuesit. Shpeshherë janë përshkruar luftrat ose janë kënduar heronjtë e famshëm. Këngët popullore të punës. I kemi këngë barish, këngë gurbeti, këngë të korje shirjeve dhe këngë argatësh. Këngët e punës populli ka kënduar gjatë kryerjes së punëve bujqësore dhe blegtorale, ose kur kanë shkuar në gurbet. Tjetër, këngë popullore sipas përmbajtjeve kemi këngët popullore të rriteve. I kemi këngë këshëndellash, këngë vreshte, këngë të pashkëve, këngë shëndjelgji, këngë razollash.
Këngët e riteve popullore i përshkruajnë festat dhe manifestimet e ndryshme të bashkësitë e ndryshme kulturore. Këngë popullore të traditës janë këngë dasme, këngë dollish, këngë vajtimi. Traditat e njerëzve nga vise të ndryshme janë kënduar në këngët e traditës. Kjo është sa i përkiste këngëve. Këtu në vazhdim kemi vallet si pjesë e krijimtarisë muzikore, kemi vallet popullore. Valle burrash, valle grash, valle të përziera. Valle burrash dhe valle grash më tepër janë luajtur në pjesët e malësisë. Pra atje ku është bërë ndarja e gjinive, kurse vallet e përziera më tepër janë luajtur në pjesët në qytete. Varësisht nga karakteri që trajton vallet tona popullore dhe nga krahina se ku janë krijuar, për herë të parë ato marrin edhe elementi e emërtimet e tyre. Për shembull, Vallja Kaçakëve, e Komitëve, Vallja Osmantakës, kjo është vallë Çame, Vallja e Gjakovës, e Tiranës, e Preskës, Valli Dibrane, Valli Kropojës, Valli e Shotës, pra vallën të gjithë trojat që luhet, dhe Vallja e Nusës së Fajës, e shumë të tjera. Pra, vetë emrat tregojnë se krahinat nga ku i kanë fillin këto valle. Në pjesën e muzikës, pra bëjnë pjesë edhe instrumentet, muzikës popullore, instrumentet popullore. Çiftelia, lahuta, daube, defi, kavalli, zorle e tjerë. Zonës së dashur, sot nëse u njoftëm, pra sot u njoftëm me muzikën popullore. Edhe ato pjesët që ishin këngët popullore, vallet popullore, edhe instrumentet popullore. Për detyrë shtëpie të shkruani një nga një këngë popullore, por të njëjtën mësoni edhe ta këndoni. Kaq për sot, ju përshëndes ditën e mirë.